Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku mbrëmsorën. Sot është e diel, java e 17 gjatë vitit liturgjik cikli A. Psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hy më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijues i lartë i dritës, që shfaq dritën e ditëve, që në zanafill blaton burimin e dritës së re të botës. Që na gjem urdhron ditën, t'ja lëshoj vendin mbrëmjes, derdhet ka usi zi, lutjet me lot dëgjoj. Mendja e rënduar nga krimi, të mos mbes pa shpërblim të jetës, ndërsa asgjë se mendon të përjetshme, veten e lidh pas fajesh. Të trokas në zemër të qiejve, të nxjerr çmimi e dhënës, çdo dëm i le t'i shmangemi, çdo ligësi të pastrojmë. Na jep o atë plot drejtësi, dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Zoti do ta shtri pushtetin e vet mbi Sion dhe do të mbretroj për amshim. Aleluja. Psalmi 110. Mesia mbret dhe meshtar. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa t'i vë armiqtë e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtrin nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krahrori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u perpetua, asesi s'do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkisedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretrit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë në jetës. Amen. Zoti do ta shtri pushtetin e vet mbi Sion dhe do të mbretroj për amshim. Aleluja. Antifona e dytë. U drodh toka dhe deti para fytyrës së Zotit. Aleluja. Psalmi 114. Mrekullit e daljes prej Egjiptit. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shejtrorja e tij, Izraeli zotrimi i tij. Pa deti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, odrat por si qengja delësh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju o male pse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qengja delesh. Dridho o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që shndron shkëmbin në liçen ujrash, edhe qetën në burim uji të gjallë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë në jetës. Amen. u drodhën toka dhe deti para fytyrës së Zotit. Aleluja. Antifona e tretë. Hyi mbretron, le të gëzoj toka. Aleluja, aleluja. Kënga kraso librin e zbulesës, kapitulli 19, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbem lavdi dhe pushtet hyi ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja, lavdëroni hyin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e droni të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja, mbretron Zoti. Hyj ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti. Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti. Aleluja.
Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. hyj i mbretëron, le të gëzoj toka. Aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër nga letra e 2 drejtuar Korintasve kapitulli i parë, rreshta 3 deri në 4. Qoftë bekuar hyi ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, ati i mëshirshëm dhe hyi që jep çdo ngushëllim. Ai na ngushëllon në të gjitha vështirësitë tona, që edhe ne të mund t'i ngushëllojmë të gjitha ata që gjenden në vështirësi, me atë ngushëllim me të cilin hyi na ngushëllon ne. Përgjigje e shkurtër. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. Ty të qoftë nderi dhe lavdia në shekuj. Në lartësitë e qiellit. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. Kënga ungjillore e Magnificat. Antifona. Perla e çmueshme është mbretëria e qiellit. Ai që e gjen, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë. Kënga e Vizhës së Lumë sipas Shën Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harrej provorit hyjt shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që se që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Perla e çmueshme është mbretëria e qiellit. Ai që e gjen, shkon, shet gjithçka ka dhe e blen atë. Lutjet e besimtarve. Krishti Zoti është kryet e ne jemi gjymtyrët e tij. Ta adhurojmë dhe t'i brohorasim me hare. O Zot, ardh mbretëria jote. Shëlbuesi ynë, bëj që kisha jote të jetë sakramenti i gjallë dhe i efektshëm i bashkimit të njerëzimit. Dhe mister shëlbimi për të gjithë njerëzit. O Zot, ardh mbretëria jote. Ji gjithmonë afër kolegjiumit i peshkvor bashkë me papën ton Franceskun. Dhe mbledhi në bashkim dashuri dhe paqe. O Zot, ardh mbretëria jote. Bëj që të gjithë të krishterët të bashkohen në mënyrë të ngushtë me ty. Dhe me dëshminë e jetës ta shpallin mbretërinë tënde. O Zot, ardh mbretëria jote. Bëj që në mbar botën të mbretëroj paqja. Që kudo të lulsoj jeta e sigurt dhe e qetë. O Zot, ardh mbretëria jote. Të vdekurve jep ungjallje në jetën e pasosur. E bëj që dhe ne një ditë të jemi pjesëtar të lumturisë së tyre. O Zot, ardh mbretëria jote. Ati ynë që e në qiell u shetroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, ti je mburoja jonë dhe shpresa. Pa ty asgjë s'është e vyeshme as e shenjtë. Na pajis me mëshirën tënde dhe na prij e na drejto, ashtu që ti përdori me urti të mirat e kalueshme, që qyshtani të jepemi pas atyre që kur nuk do të kalojnë, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.